Ndërsa pyetja tjetër thotë Selam aleikum, kisha me ba një pyetje, argumenta lejohet me ba udhëtim. Do me thonë nga shtëpia në Kosovë një grup femrash me imam në xhami, me imamin në xhamisë së fshatit, do me thonë të udhëtojmë një udhëtim një ditor jashtë shtetit. A lejohet kjo apo jo? Se e përket si mesele, si çështje udhëtimi të vajzës në udhëtim të gjatë, jashtë shtetit, po edhe jashtë qytetit, po merr tretmanin e udhëtarit, sipas mëdhëbit të Imam Ebu Hanifës 70 kilometra, 75 kilometra, sipas ulemave të tjerë, domethënë udhëtimi i cili sipas traditës trajtohet si udhëtar. Argumentet fetare janë të qarta, edhe decide se nuk i lejohet femrës së moshëritur të udhëton pa mahrem, pa shoqëruesin e vet, baba, vllau, buri, djali me cilin e ka të ndaluar martesën, të udhëton e vetë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që transmeton Imam Buhariu sa i thotë, nuk i lejohet femrës të udhëton një ditë e një natë, apo transmetimi tjetër është 3 ditë e 3 natë pa mahrem. Ajo femër që beson Allah dhe ditën e mbrapsht të mos udhëton, udhëtim një ditë e një natë apo udhëtim 3 ditë e 3 natë pa mahrem. Dhe në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, gjithashtu transmeton Imam Buhariu sa i tregohet një rast ku një grua paraqitet të bën haxh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ndërkohë që burri i saj ishte regjistruar në regjistrin e vullnetarëve për luftë. E i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a ke shoqërues me vete? Thotë jo, sepse burri është regjistruar në regjistrin e vullnetarëve, është mobilizuar, edhe ai s'mund vjen. Atë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i lejohet femrës të udhëton, domethënë e vetme nëse është në haxh. Ka disa dietar, sikurse është mëdhëbi Imam Shafiut, nëse është një grup i femrave që sigurohet se ata nuk do të kenë domethënë telashe gjatë udhëtimit të tyre, të udhëtojnë domethënë bashkë të shoqëruara. Unë personalisht e mendimi se do të gruaja pa mahrem nuk bën të udhëton. Edhe kjo është më e sigurt, edhe për të, domethënë edhe për shoqëruesit e saj ose për shoqëruesit domethënë meshkujt të saj. Dhe për këtë shkak ne kisha propozuar që mos bëjnë kësi lloj udhëtimesh, po të ketë me të domosht se cili shoqëruesin e vet, kjo është më e mirë. Po pastaj rrethonat secila i përcakton vet dhe e vendos vet dhe merr përsipër domosht përgjegjësinë e asaj. Mirë, po si rregull fetar, ajo që mund flen zemra është ky mendim, pas argumentet fetare të qarta që nuk lejojnë udhëtimin e një femrës së moshëritur pa mahrem, pa shoqërues domethënë të saj në udhëtime të gjata.